Mirëmëngjesë të dashur virgjëresha, do bëjmë një mesazh për ju dhe na doli forca, strength, guximi. Forca nuk është të luftosh, të dashur. Shikoj si po rin kjo engjëllushë afër një luani. Forca nuk është pra të luftosh, është të qëndrosh e butë edhe kur gjithçka të sfidon. Kjo letë flet për një fuqi të qetë që jeton brenda teje, një forcë që nuk ka nevojë të bërtas, të luftoj apo të provoj asgjë. Ajo thjesht qëndron, fal dhe mban qëndrimin e saj me dinjitet. Nëse ke kaluar apo je duke kaluar një situatë ku ndihesh e lënduar, i shtyrë drejt reagimit apo po dyshon në veten, kujtoj gjithmonë që forca jote më e madhe është butësia që zgjedh brenda vetes. Mos e shtyp veten për atë që ndjen, por mos lejo që ndjenjat të drejtojnë në reagimin. Në kuptimin duhet i themi gjërat hapur me qetësi dhe butësi. Nuk ka nevojë të bërtasim, të na kuptojmë apo të kemi të drejtë. Absolutisht. Heshtja apo mënyra e së folurit, mënyra e reagimit do të thot shumë çfarë personi apo kush jeni. Të dashur, nëse është për të falur dikë, bëje gjithmonë për veten e juaj, jo për tjetrin. Ose nëse ke dyshime tek vetja, kujtojeni gjithmonë, të dashur vigjesh, që jeni më të fortë se që mendoni, sepse asnjëherë nuk e hequr dorë nga asgjë. Deri në fund, të dashur vigjesh.